po t'ishe tim politik një vit, kishe shumë gjëra në dorë, çfarë do bëje 3 gjëra? Kisha unë politik, që do bëja, që pyetje e vështirë, vetëm 3 gjëra. 3 gjëra, fillimisht se pastaj po të dash shumë, kam frikë do bësh dhe ti si të tjerët. Dhe vjen ai tipi, fut del në test, po pse s'do e merrni, po pse gjithë shkollat e tjera marrin. Le ta marrin, nuk është për këtu se unë nuk mendoj që mund ta ndihmoj këtë. Thjesht do të marr lekët kot, po nuk do ta ndihmoj. Edhe mund ta ngel në fund. Kështu që shkon tjetër. Jo po kështu është. Dhe unë jam gatshëm do të paguaj edhe 10 fishin e tarifës, po desha. Vetëm ma merr. 10 fishin. U mendove ti ndonjëherë këtu të më thuj të drejtën tani? Jo. Kam shkruar 2 libra, libri i parë ka dalë vetëm në një kopje, është printuar vetëm në një kopje. Kam shkruar vetëm për çunat e mi dhe 2 personazhet kryesorë janë 2 çunat, janë aventurat e çunave. Kam një lloj mosbesimi, skepticizmi dhe ndaj ideve dhe frikrave të mia mbi të gjitha. Do thënë, po nuk jam njeri që vepron mbi bazën e asaj ç'a ndjen në moment. Do thënë, mbi të gjitha përpiqem të përdor arsyen. Refleksi im i parë është që gjërat nuk janë asnjëherë ashtu siç duken. E kuptoj. Do thënë, gjërat janë gjithmonë më ndryshe, kështu që ti ke gjithmonë mundësinë që të marrësh më tepër informacion, ka gjithmonë opsione të tjera që nuk i sheh në atë momentin e parë. Dhe patjetër duhet t'i eksplorosh gjitha. Kur t'i eksplorosh, po, pastaj murit me kokë nuk do t'i biesh. Nga një herë për shembull, e kam menduar këtë gjë në 2005 kur dash dorëheqjen nga këshilltari kryeministrit në atë kohë. Një farë minutë dorë dhe u tërhoqa nga politika. Mund të kisha ndenjur aty. Kishte me sa mora vesh më vonë, kishte patur plane të tjera për mua, domethënë, por që natyrisht nuk është se më nuk më interesonin ndaj shumë, sepse ishin plane përmbyllse, plane pensionin moshën 30 vjeç. Tipit jo më fut në diplomaci, në ambasadë, gjëra të tilla. Domethënë, gjëra hajde të të fus në një zyrë dhe të jap një shpërblim, ndërkohë që nuk ishte kjo ajo gjëja ime. Trafiku i Tiranës të çmend, besoj se po. I frikshëm. I frikshëm. Se trafiku në Tiranë edhe na hyri gjatë podcastit, sado që do përpiqemi ta punojmë në post production, do ta kuptoni që studion e kemi në Tiranë, ku ka dhe bori makine, ku njerëz punojnë. Zonë bukur Tiranës. Do qetësohet ndonjëherë mendon Tirana? Tirana është bërë e vështirë, po unë mendoj që zgjidhen gjëra. Zgjidhen. Po të kesh vullnet, zgjidhen. Edhe kështu siç janë prish me ndërtimet e me tjerat, gjithmonë kur do të zgjidhësh diçka e zgjidh. Për episodet e plota të Milori Podcast,